Pse kemi të vështirë të falim sot? Për arsye se ne dëshirojmë që çdo gjë ta kthejmë më një herë. Pra sharjen me sharje, ofendimin me ofendim, padrejtësinë me padrejtësi, lëndimin me lëndim. Dhe kjo nuk është qasja e besimtarëve të devotshëm. Ose dikush tjetër ka dëshirë që më një herë t'ia tregoj vendin atij që ky mendon se e meriton një gjë të tillë. Apo dikush tjetër mendon se është dobësi nëse unë nuk hakmerrem ndaj tij. Pra kur dikush hakmerret ndaj dikujt mendon se kjo është fuqi, por realisht fuqia është tek falja, nuk është tek hakmarrja. Dhe zemra e pastër, zemra e shëndosh, sa herë që dikush gabon në raport me ne, ajo ka qasje krejtësisht ndryshe, ka qasje pozitive, ka qasje vetë llogaritse. Prandaj thot ngadalë se edhe unë gaboj. Ai ka gabu, po sa herë kam gabu edhe unë ndaj tjerëve. Ndoshta në këtë moment ti s'ke gabu ndaj tij, ai ka gabu ndaj teje, por mos harro sa herë ti ke gabu ndaj dikujt tjetër. Qysh të kish ardhur ty nëse dikush pra është lëndu prej teje, ke bë gabim ndaj tij apo ndaj saj, edhe nuk ta ka pranu gabimin, nuk ta ka fal ty gabimin apo padrejtësinë eventuale që ti ke mujt me bë ndaj dikujt. Pra atë që ja duam vetes, duhet t'ja duam të gjithëve. Atë që nuk ja duam vetes, nuk duhet t'ja duam askujt.